duket se fillimi mbar gjysmë e punës, në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet që do të kemi dhe aktivitete planetare që do kemi shumë në këtë drejtim, dhe kjo kërkon kujdes, kërkon kohë, kërkon mundësi dhe rëndësi në gjëra të mëdha. E para është se duhet të jemi të vëmendshëm në çështjet që kanë të bëjnë me ligjet, me karrierën, lidhje me disa gjëra që vërtet janë gjëra të vogla, por ti ruhemi skeqes. Është mirë që gjërat e mëdha në shtëpinë tonë, në familjet tona, në njohjet dhe në shkëmbim unazash, nuk duhet i tregoj. Sepse na prish punë. Për një lavgoje është janë ndarë çifte. Për një lavgoje është prishur një dasëm. Apo, dhe shumë gjëra të tjera. Kujdes në disa çështje, disa sekrete që nuk duhet të dalin mbi sipërfaqe. Bëni kujdes, miqtë e mi. Bisedoni me personin që merret me ligjet, jetë ai me ligjet. Bisedoni me personin që di çfarë thot dhe di vendin ku ta thot. Se shumë të raste, çdo njeri bën gabime, por duhet të kuptojë nga gabimet që bëjnë. Shumë shenja, shumë njerëz, edhe njerëz që takojmë, bisedojmë të shtruar. Nëse kemi lëviz nga puna dhe kërkojmë diçka tani, kemi një mundësi të ardhë për sa përket gjërave që do të ndikojnë në anën tjetër të bankave, ose do të ndikojnë disa gjëra që nuk janë mbyllur, dhe gjejmë zgjidhje në çështjet dhe procese gjyqësore. Shikoni, rishikoni. Mos i lini pas dore, sepse është një periudhë mjaft pozitive, sepse ndriçon fushat e errta ku të tjerët nuk do duan.